Njeriu muslimani besimtari i mençur asnjëherë nuk e lejon vetveten e vet që dikush ta poshtron atë. Si në çështjen e fesë, si në çështjen e kësaj dynjaje, si në lidhje me krijuesin Allahun te bareke ve teala. Dhe se çdo flamur që valon i mirësisë, i bamirësisë, i solidaritetit, i përparimit dhe i zhvillimit, njeriu mundohet të vrapon pasaj të kap në mënyrë që t'i arrin shpërblimet që Allahu Azza wa Jall ja ka premtuar njeriut në botën tjetër. Në është transmetuar nga Urabatu ibn al-Aws ibn al-Harith al-Ansari se e kam pyet dhe i ka thënë kështu: Bi ayyi shay'in sadadta qawmak? Me çka je bër udhëhec i popullit tënd? Ky tha: Pasha Allahun, unë i fali ignorantët, jam i durueshëm ndaj të paditurve, ju ndihmoj atyre të cilët kanë nevojë, madje ju dhuroj nëse ata kërkojnë, dhe thot: ai i cili vepron si unë është sikur se unë, mirë po ai i cili vepron më mirë se unë është më i mirë se unë. Të dashur vëllezër besimtar, për këtë muslimani dhe besimtari duhet të mundohet në vazhdimsi të jetë edhe më i mirë se sa që është. Ne shohim tek sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam, të cilët garanin për në veprat e mira, kur kanë dëgju dhe kur kanë pa se duhet me bë mirë, ata kanë bë mirë. Ky është Ukasha ibn Mihsan, i cili një ditë prej ditëve pejgamberi alayhis salam po thot: Yadkhulul jannata min ummati zumratun hiya 70,000 tudi'u wujuhuhum ida'at al-qamar. Në ditën e llogarisë, në ditën e gjykimit, Allahu Azza wa Jall do t'i fut në xhenetin e tij pa llogari 70,000 persona. Fytyrat e tyre do të ndriçojnë sikurse që ndriçon hëna. Ukasha ibn Mihsan, ky shok i pejgamberit alayhis salam, nuk priti që askush tjetër ta parapri në këtë garë, dhe i tha: Ud'u Allah li ya Rasulullah an yaj'alani minhum. O i dërguar i Zotit, lutë Allahun që Allahu mua të më bëj prej tyre. Pejgamberi alayhis salam tha: Allahumma ij'al minhum. O Allah, bëje prej tyre. Dhe Allahu ja pranoi duat pejgamberit alayhis salam. Pastaj një ansari, një person tjetër u ngrit dhe tha: O pejgamberi i Allahut, lutë Allahun edhe për mua që Allahu më fut në xhenet prej këtyre personave pa llogari. Çfarë tha pejgamberi alayhis salam? Sabaqaka Ukasha, të parapriu Ukasha ibn Mihsan. Pse nuk e paraprive Ukashen? Të dashur vëllezër, e mira ne theme një herë kalon rreth neve. Nëse besimtari muslimani i mençur nuk e shfrytëzon këtë mirë, ai ka mundësi e mirë me hu dhe me ikë dhe me u largu. Për këtë arsye ne shohim se muslimani dhe besimtari i mençur është ai i cili çdo herë kur ndëgjon dhe kur shen për me punu veprat e mira, ai vepron. Dhe në veçanti në kohën tonë, në zamanin tonë, kur njerëzit për në veprat e mira hezitojnë. Në shënu në Sahihun e Bukhariu dhe në Sahihun e Muslimit se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nas ma'ahu. E ka shënu Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, e ka përcjell dhe ka transmetuar Waqid ibn Layth, ku thot: përderisa pejgamberi alayhis salam ishte duke na ligjëruar neve në xhamitë e tij, pa prit mas po vinë 3 persona. 2 persona po qëndrojnë dhe njëri po largohet. Njëri prej tyre kishte gjetë një vend të zbrast afër të dërguarit Allahut dhe ishte ulur. Njëri prej tyre nuk ishte gjetë vend të zbrazët dhe ishte ulur në fund të xhamisë, ndërsa i treti ishte larguar. Kur pejgamberi alayhis salam e përfundon ligjërimin, po ju thot shokëve të vet: Ala ukhbirukum anin nafari thalatha? A nuk po doni t'ju tregoj se çka është puna e këtyre 3 personave? Ata thanë: gjithsesi e dërguar i Zotit. Pejgamberi alayhis salam po thot: Amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Njëri prej tyre kërkoi strehim tek Allahu dhe Allahu e strehoi atë. Wa amma al-akhar fastahya Allahu min. Dërsa tjetri kishte tort
dhe Allahu kishte turp prej tij. Wa amma al-akhar fa'arada Allahu an. Ndërsa i treti i cili u largua, ai u largua ja ktheu shpinën me xhlisit pejgamberit alayhis salam dhe Allahu te bareke ve taala ja ktheu shpinën atij. Dhe Allahu u largua prej tij.